Prej datës 25 dhjetor e deri në datën 4 janar, Korça është kryeqyteti i festave në Shqipëri dhe këtë e vërtetojnë shifrat e sektorit në hoteleri turizëm. Mbi 98% e hoteleve në Korçë, Voskopoj, Dardh, Boboshtic, Vidhkuq dhe fshatrat të tjerë turistik janë të rezervuar, ndërsa sipas platformës Booking janë mbi 6.000 shtretër të cilët janë prenotuar për këto data. Nga ana tjetër, trafiku është rënduar në juglindje si pasojë edhe e rikthimit të emigrantëve të cilët jetojnë e punojnë në Greqi. Bashkia e Korçës ka organizuar aktivitete kulturore dhe artistike për gjatë muajit dhjetor, duke sjellë evenimente cilësore në teatrin Anton Zako Çajupi, si Orkestra Simfonike, Muzikali Katedralja, Kori a Cappella, Kori Lira dhe në fund duke e finalizuar me spektaklin e fishekzjarëve në qendër të qytetit. Burime jo zyrtare pranë Bashkisë Korçë bëjnë me dije se me një përllogëritje mesatare, Korça çdo ditë mirëpret rreth 4.000 vizitorë.